Vlerësimi i radhës i takon një emri që njeh ndryshe si mbretëresha e sporteve atletikës dhe unë kam kënaqësinë në fakt të ftoj një ish kampion dhe rekordmen si Arben Lloja për të dhënë këtë mirënjohje që natyrisht do të shkojë për një tjetër emër të spikatur. Me kënaqësi mirëpresim zotin Moja në skenë dhe ndërsa bëhemi gati për të vlerësuar një emër që gjatë karrierës së tij është shpallur disa herë kampion i Shqipërisë, kryesisht në garën e 400 metrave me pengesa, por sigurisht edhe në gara të tjera. Ka thyer disa rekorde kombëtare dhe arritja më e madhe do të jetë ajo e vitit 1997 kur do të shpallej kampioni i Ballkanit. Kënaqësi që sonte të nderojmë një emër si Ilir Xhami. Mirëmbrëma të gjithëve. Kam ndërën sonte që takuam edhe mas disa viteve me Ilir Xhanin, si ndoshta Shkoda nuk e dija edhe a njeh mirë, po një kampion absolut i atletikës shqiptare në garat e shpejtësisë. Një atlet që i kollon shumë ekipit vllaznisë dhe atij kombëtar. Ku rekordet e tij janë sot të pa thyfën në garën e 400 metra me pengesa. Pavarësisht se për shumë vite as stërvit jashtë shtetit, por siç e dini gjithë, ky është i pinjolli i familjes Xhani, ky është vllai Arbana Xhanit. Urime. Faleminderit Shkodër, kisha vite pa ardhur këtej dhe më kriju mundësia me thonë dy fjalë vogla. Ndoshta shumë faleminderit për nderin. Kam dhënë shumë faktikisht për sportin, po ky është i vlerësim që më jep edhe më shumë satisfaksion. Shumë faleminderit.